الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. A ka më bukur se pas një muaji të shenjtë të Ramazanit të fillon me ajete kuranore nga Selma Demiri, nga surja Rahman. Këtu ne sot jemi me fëmijët të xhamisë së Pashës, nga Hoxha Kujtim Demiri. Urim me Bajramin edhe nga unë Inara. Siç tha Rumejsa, jemi këtu me fëmijët e xhamisë së Pashës. Do të fillojmë duke pyetur disa fëmijë. Selam aleikum. Si quhesh? Rejana Voglić. Në sa të në klasë je? Tretën. A ke të një sura për ne? Po. Hajt. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbi falak wa min sharri ma halak wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri lafafati fi waqab wa min sharri hasidin idha hasad. Bravo. Tash do të fillojmë me si quhesh? Muhammed Demiri. Sa të në klasë je? Tretën. Si ka qenë ky Ramazan për ty? Ky Ramazan ka qenë shumë i veçantë, sepse për herë të parë e kam agjëruar krejt Ramazanin. Elhamdulillah. Allahu të shpërbleft. A ke ndonjë sure për ne? Jo. Okej, po a ke ndonjë këshill për neve? Po, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam se kush e agjeron Ramazanin dhe 6 të Shevalit e ka shpërblimin sikur e ka agjeruar krejt vitin. Allahu të shpërbleft. Si quhesh? Unë quhem Ajna Lazariq. Sa të në klasë je? Dytën. A ke ndonjë sura për ne? Felek. E kam një sura për Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma halaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bravo, mashallah. Si quhesh? Inaja Lazaria. Sa të në klasë je? Santën e parën. A ke ndonjë sura për ne? Po. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mashallah. Si quhesh? Mirhana. Sa të në klasë je? Dytën. A ke ndonjë sura për ne? Po. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada aban lahaban wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatan lahab. Wa imratuhu hamalat al-hatab. Fi jiddiha hablun min masad. Mashallah, kalo me shoqen. Si quhesh? Leila. Sa të në klasë je? Dytën. A ke ndonjë sura për ne? Po. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Të lumt.
Vazhdoj me shoqja. Si quhesh? Leila, Sa të në klasi e? dytën. Çfarë ke ti për ne? Kul hu Allahun. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Të lumt, Leila. Selam aleikum. Aleikum selam. A ke përgatitur në një gjë për ne sot? Pa. Mundesh me fillu? Bismillah. Elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selam aleikum. Si quhesh? Emma, Sa të në klasi e? dytën. Çfarë ke përgatitur për ne? Surën Mesid. Tebet yeda Ebi Lehebin ve teb ma aghna anhu maluhu ve ma kesib. Seyasla naren dhate leheb ve me etuha hamalatel hatab fi jidiha hablun min mesed. Mashallah, vazhdo me shoqen. Selam aleikum, si quhesh? Unë quhem Nira Sefa. Ke përgatitur një gjë për ne? Po. Çfarë ke përgatitur? Unë e kam përgatitur një sure. Thuaj surën. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malike yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdines sirâtal mustaqîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin. Amin. Shumë bukur, po unë po shoh që në dorë po mban edhe një vizatim. Çfarë ke vizatuar aty? Aty kam vizatuar emrin e Allahut. Shumë bukur, atë ka ndihmuar dikush apo a ke bë vet? E kam bë vetë. Shumë bukur, mashallah, vazhdo me shokën. Mirdita, Mirdita, si quhesh? Ansar Mollbeqiri. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Sot unë kam përgatitur një sure. Cilën sura? Suretul Nas. Mundesh me fillu? Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. A ke xhiruar ndonjë ditë të Ramazanit? Po. Bravo. Vazhdo me shokun poshtë. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Unë quhem Faisal. A do me dalë ti këtë bajram? Po. Do me fitu para shumë. Pa kam fitu, ja kam nërë dikuj kushin. Bravo. Çfarë ke përgatitur për sot? Një kuran. Hajt, filloj a thuja. Yine atayna kelke ufer fesaydi. Rabbi kemele hay yine shani kovel apter. Mashallah, shumë bukur. Vazhdo me shokën. Si quhesh? Unë quhem Sufjan. Cilën klas shkan? Unë shkej dytën klas. Çfarë ke përgatitur për ne? Unë kam përgatitur një sure. Çfarë është ajo? Ku Allahu ahad. Thuaj, a mund të na thosh? Bismillahirrahmanirrahim. Ku Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, shumë bukur. Vazhdo me shokën. Si quhesh? Abdullah. Sa të në klas shkan? Tretën. A të ka pëlqyer ti ky Ramazan? Po. Çfarë ke përgatitur për ne? Unë kam përgatitur 2 sura. A mund të na thosh ato 2 surat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Esil, o la tusir, Rabbi Kemel, Bilhaj. Besoj dhe deklaroj që vetëm Allahu është Zot, besoj dhe deklaroj që Muhamedi është robi i Zotit dhe pejgamberi i tij. Mashallah, shumë bukur. Vazhdo me shokën. Si quhesh? Amar. Sa vjeti ke? 5. Çfarë ke përgatitur për ne? Një sure. A mund të na thosh surat? Pa.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna tajna kalkaufer fasalli rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Mashallah, vazhdo me shokon. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Ajhan. Bravo, a ke përgatitur një sure për ne? Mundesh me na thënë një? Po. Filla. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, shumë bukur. Vazhdo me shokon. Si quhesh? Eldion, sura, Qa ke përgatitur sot për ne? një hadith. Mashallah, shumë bukur. Mundesh me na thënë? Sjellja e mirë si qeles për xhenet. Pejgamberi alayhi selam ka thënë, besimtari që ka sjelljen më të mirë do të arrijë shkallën e atij që agjeron dhe falet gjatë natës. Ju uroj gëzuar Bajramin të gjithë muslimanëve anë e mban botës. Zoti ju dhënt lumturi juve dhe mua. Faleminderit shumë. Vazhdo me shokon. Selam aleikum. Selam aleikum. Si quhesh? Ibrahim. A do me dalë ti këtë Bajram edhe me pare të Bajramit, që do me ba? Do me ble dhe një gjatë bukur? Po. Që do me ble, a në kallëzën edhe? Ala s'ke me mu da mirujt për diçka. Lego. A ki përgatitur një gjë me na thonë? Thuja surën. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Shumë bukur. Vazhdo me shokon. Selam aleikum. Aleikum selam. Si e ke emrin? Unë e kam emrin Fuat Mavriq. A do me dalë ti për Bajram? Po. A do më knaq? Do me mbledh para? Po. Qa ke përgatitur sot për ne? Surën Qurayshi. Bravo. A mundesh me na thënë? Po. Mundesh me fillu. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Qurayshin ilafihim rihlata shital was-sayf falyabudu rabba hadha bay alladhi atamahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bravo, shumë bukur. Vazhdo me shoqjat. Si quhesh? Unë quhem Ejna Fici. Cilën klasë shkon? Unë shkoj në klasën e 4. Çfarë ke përgatitur për ne? Unë kam përgatitur një hadith. A mund të na thosh hadithin? Po. Sikur ta dinë njerëz i vlerën e Ramazanit, do të dëshironin të jetë i gjithë viti Ramazan. Shumë bukur, hadith që na mëson. Si quhesh? Neila. Sa të në klasë shkon? Unë shkoj në klasën e 4. Çfarë ke përgatitur për ne? Unë kam përgatitur një sura. A mund të na thosh atë sura? Po. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. Vereinte nase yadkhuluhuna fi dinillahi afwaja. Fasbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shumë bukur. Vazhdo me shokon. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Kenan Demiri. Ka pëlqyer ti ky Ramazan? Po. A je knaq? Po. A ke ardhur dhe një ditë? Ta në shtunë dhe dileve. Shumë bukur, ka dalë, edhe të shfillon me xhiru tan. Ke përgatitur dhe një gjë për sot? Po. Mundesh me fillu? تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Shumë bukur.
Vazhdo me shokon këta. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Amr Sulejmani. A ke agjëruar të ndonjë ditë këtij Ramazan? Po, Bravo, shumë bukur. Po, çka ke përgatitur sot për ne? një sura. A mundesh me na thënë? إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنازل الملائكة الروح في لعبهم بربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. A din të për çfarë flet kjo sura? Jo. Për natën e Kadrit. Vazhdo me shokon. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Omer Voglić. Çka ke përgatitur sot për ne? Unë kam përgatitur surën Salavatet. Okej, filloja. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Shumë bukur e ke mësuar me tap? Po. Vazhdo me shoqen. Selam aleikum. Aleikum selam. A të ka pëlqyer ky Ramazan? Po. A do shëtesë për Bajram? A ke më shëtrit për Bajram? Po. Ke përgatitur dhe një gjë për sot? Po një sure. Mund të fillosh. Kul fallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yakul lahu kufuwan ahad. Vazhdo. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Liria Voglić. Si ke kalu këtë Ramazan? Shumë bukur. A ke qenë të ravi? Po. Çka ke përgatitur për sot? Një surë dhe një hadith. Shumë bukur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ka thënë pejgamberi alayhi salam se nata Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Allah të përbleft. Selam aleikum. Aleikum selam. Si quhesh? Isra. Çka ke përgatitur për sot? Sot kam përgatitur surën e El-Fatiha. Mund të fillosh? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mashallah shumë bukur, na kënaqë, a ke zënin edhe shumë bukur. Faleminderit. Si quhesh? Unë quhem Fahria Milla. Ke shkuar të ravi këtë Ramazan, e kënaq. Po. Çka ke përgatitur për sot? Unë sot për ju kam përgatitur 2 hadith. Mund të fillosh? I dërguari i Allahut ka thënë: padyshim muaji i Ramazanit është i quajtur kështu sepse i djeg mëkatet. Liman Kadhimi ka thënë: ai që merr gusull dhe zgjohet në adhurim do t'i falen të gjithë mëkatet. Mashallah, shumë bukur. Si quhesh? Hena. Sa vjeti ke? 8. Cilën klasë shkat? Në klasën e 3. Çfarë ke përgatitur për ne? Unë kam përgatitur një sura. A mund të na thosh atë sura? Po. Ku Allahu had, Allahu samad, dhe lem yelid, dhe lem yulad, dhe lem yakun lahu kufuwan ahad. Mashallah, vazhdo. Si quhesh? Basart Milla. Çka ke përgatitur për sot? Unë sot kam përgatitur një sure. Mund të fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi labin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamratuhu hamalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Mashallah, shumë bukur. Zainara, çfarë ke përgatitur ti për ne? Unë kam përgatitur një sura. Mund të fillosh?
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mashallah shumë bukur, dhe për në fund, po nëse dhe unë jam nxënëse e këtij mejtepi, do të them edhe unë një ajet kuranor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ju lumë të gjithë keni përgatitur sura hadith dhe na keni kënaqur me të vërtet, na keni zbukuruar këtë ditë të shenjtë të Bajramit. Tani, para se do përmbyllim, vazhdojmë me salavata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tani do shpërndajmë disa dhurata dhe urime Bajramin edhe një herë dhe përshëndesim Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urime Bajramin edhe një herë nga unë, qëndroni me të utën.